بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, atë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi të shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës në shpjegimin e 3 parimeve apo 3 pyetjeve të natës së varrit, se kush është Zoti jon, cila është feja jon dhe kush është pejgamberi jon, dhe kemi folur deri më tani në pjesën e parë se kush është Zoti jon dhe kemi shpjeguar në pika të shkurta atë sa na bën të njoftojmë Allahun Azza wa Jall, që ta adhurojmë atë dhe të përulim atij. Ndërsa ligjëratën e kaluar kemi filluar edhe me pyetjen e dytë dhe përgjigjen e dytë se çka është Islami, dhe kemi treguar se Islami është që njeriu të nështrohet Allahut Azza wa Jall me tauhid, të përulet atij me vepra, mirë po të distancohet nga shirku dhe ata mushrikët. Masandej kemi treguar se Islamin, domethënë, ka 3 kuptime, apo përdoren 3 kuptime. Islami i përgjithshëm, që fjala çështja e tauhidit dhe monoteizmit që Allahu Azza ka dërguar me të gjithë pejgamberët që me thirr njerëzit me e besu vetëm një Allah dhe atë me lutur dhe me adhuruar. Kjo është domethënë Islami me kuptimin e saj të gjerë, e pra themi se çdo pejgamber ka qenë musliman, apo çdo domethënë pejgamber ka thirrë në Islam, thirrë për qëllim ka thirrë në besimin e vërtetë që të adhurohet vetëm Allahu Azza wa Jall. Islami i përveçshëm apo feja islame që nifet tash është ajo që e ka dërguar Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me fenë e fundit, ai që thash tauhidin e ka të njëjtë, mirë po jurisprudenca dallon për disa çështje nga domethënë shariatet më hershme, mirë po përdoret Islami edhe ndonjëherë me treguar degt apo shkallët e Islamit, se feja islame se fe ndohet në 3 shkalla. Është Islami, imani, ihsani, e njëra prej tyre është Islami ashtu siç kanë ardhur domethënë në hadithin e Xhibrilit, kur ka ardhur dhe ka pyetur se çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani e kështu me radhë. Kemi filluar me treguar se çka është Islami duke u bazuar në hadithin e Xhibrilit edhe në hadithin e domethënë Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, që tregon se Islami ndërtuar në 5 shtylla: shahadeti, namazi, agjerimi, haxhi dhe zakati, apo namazi, zakati, Ramazani dhe haxhi. 5 shtyllat e njoftura që gjithë i dimë, domethënë kushtet e Islamit, dhe kemi filluar më konkretisht me folur në lidhje me shahadetin apo kushtin e parë të Islamit, e që thjesht kjo është ajo me të cilën janë dërguar thash pejgamberët. Me këtë shahadet janë krijuar krijesat për të, janë ndonë musliman dhe pasusimtar. Domethënë nesër në ditën e gjykimit xhenetlit janë pasues apo ata që të kanë përvetësuar dhe praktikuar shahadetin, ndërsa ata që të kanë kthyr shpinën kanë me qenë xhenemli. Po thjesht çelësi edhe hyrjes në fe është shahadeti, mirë po edhe çelësi i hyrjes domethënë nesër në ditën e gjykimit në xhenet është shahadeti. Shahadet me të him në Islam, njeriu bëhet musliman me shahadet, njeriu e thot shahadetin në tahiyatën e tina dhe çdo namaz të tina,
njeriu e dëgjon shahadetin, domethënë në çdo ezan, domethënë mezinin duke thonë ashhadu anna Muhammeden abdu rasulullah, e kështu me radhë, faktikisht shahadeti është çështja më përësore që duhet me ditë, nga se ajo që ka vjen pasoj ndërtohet mbi këtë shahadet. Dhe kemi filluar me treguar se shahadeti është dëshmi. E dëshmia patjetër duhet me pas 3 kushte, ajo është dituria, domethënë dituria me fol, me shpreh, domethënë edhe nuk mjaftohet me thonë unë e di shahadetin, nuk mos me thonë kurr, i pranohet vetëm nëse je me mec, ama njeriu i cili domethënë ka të folur të qartë, patjetër duhet me shqiptu, edhe e treta mos me domethënë dyshu. Mirë po, fatkeqësia është se edhe pse shahadeti është çelësi i fesë tonë, edhe çelësi i xhenetit, ka njerëz që akoma nuk e kanë kuptuar realisht çështjen e shahadetit, nuk e kanë kuptuar drejt se çka do të thonë fjala la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, edhe për atë e sheh domethënë se varësisht se çfarë kuptimi ka, edhe i sheh domethënë praktik devimet e tyre. Zakonisht njerëzit domethënë për me kuptu mirë këtë fjalë, që mos me pas keq kuptime rreth kësaj fjale, duhet me ditë 2 çështje. E para është çfarë kuptimi kjo fjala ilah, ila ilaha illa Allah. Fjala ilah, Allah në gjuhën arabe, çfarë kuptimi ka? Edhe e dyta, në gjuhën arabe, domethënë i thonë khabar la, e që e vepron në amel inne, se cila domethënë zakonisht mendohet në mendje, edhe pse nuk është e përmendur domethënë gjuhën arabe, se si i dhojmë konotacion, se si e komentojmë. Te e para, te fjala ilah në gjuhën arabe, edhe kemi cekuar në këtë ligjëratat e këtij libri, po në ligjërata tjera, realisht që në gjuhën arabe fjala ilah e ka kuptimin vetëm i adhuruar. Edhe kërkon pothuajse nuk e gjen me kuptim, domethënë krijues, apo ai i cili është gjendje me kriju diçka nga asgjëja, ose kuptime të tjera që faktikisht i japin domethënë disa fraksione të ndryshme kësaj fjale. Gjitha kuptimet që kanë ardhur në gjuhën arabe se si u përdor, po me të njëjtën gjuhë ka zbritur Kurani dhe Suneti, e ka fjalën domethënë se ila apo Allah është i adhuruar. Mirë po, kjo është mendimi i Ahlus Sunnetit. Jo gjithë kështu të kanë menduar. Disa e komentojnë se nuk ka krijues, edhe e komentojnë ilah krijues, disa e komentojnë domethënë se ilah është ai i cili gjithë kanë nevojë për të, ai s'ka nevojë për askënd, apo e komentojnë se el-muhtari', apo të që thjesht është në gjendje me kriju pa shembull paraprak, e që realisht të gjitha këto Zoti i ka, se edhe krijon pa domethënë model paraprak, edhe gjithë kanë nevojë për të, ai s'ka nevojë për askënd, e kështu me radhë, gjitha këto janë të vërteta. Mirë po, nuk është ky kuptimi i fjalës ilah në gjuhën arabe. Në gjuhën arabe, kuptimi i fjalës ilah nuk është vetëm me kon kriju, me mendu se është krijues, apo thjesht domethënë krijon çështje pa modele, apo që është i pavarur dhe s'ka nevojë për askënd, gjithë kanë nevojë për to. Thjesht nuk ka kjo në gjuhën arabe kuptimi, nga se realisht për me ta sqaruar se nuk është kjo kuptimi, edhe arabt kur i ka thirrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë qulu la ilaha illa Allah tuflihu, thonë fjalën la ilaha illa Allah keni me shpëtu. Sikur të kishin kuptuar ata pe fjalës la ilaha illa Allah, që e ka pejgamberi sa për qëllim që me pranu vetëm se është krijues, ata e kanë pranu këtë që është krijues. La in sa'altahum man khalaqahum, apo nëse i pyet se kush i ka krijuar, le kullun Allah. La in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda, le kullun Allah. Nëse i pyet kush e ka krijuar, ata kanë me thonë Allah. Nëse i pyet ata kush ka krijuar çetë, ata kanë me thonë Allah. Faktikisht ata e kanë ditë që pejgamberi sa nuk po lyp i tyre diçka që ata e kanë pranuar. Po lyp diçka më tepër dhe kanë ditë që fjala ilah nuk është vetëm e pranuar që është krijues, mirë po, domethënë është fjala me pranuese, është i vetmi që duhet me u adhuruar. Kjo është domethënë çështja e parë që duhet me sqaruar, që me kuptu drejt fjalën e shahadetit, edhe e dyta thash me kuptu se çka vjen, a nuk ka të adhuruar me të drejtë, a nuk ka të adhuruar që ekziston, apo forma ndryshme që domethënë thjesht e komentojnë domethënë njerëzit
varësisht se çfarë çështje ka. Pe tyne thonë nuk ka të adhuruar apo nuk ka Zot që ekziston përveç Allahut. Nuk ka të adhuruar me thonë që ekziston përveç Allahut është gabim dy anë. Gabim i parë është se ne dim që ka të adhuruar tjetër përveç Allahut azza wa jall. Adhurohet do të thonë edhe hona, edhe dielli, edhe guri, edhe druni, adhurohet Isa, dikush adhuron Budën, e kështu me radhë. Faktikisht kur thu s'ka të adhuruar përveç Zotit, jo më ka, se ne dim që ka të tjerë. Ose nëse mendon që faktikisht nuk ka të adhuruar e këtë të adhuruarit që janë tash janë Zot, kjo është edhe më e keq aruna Zot se atëherë po mendon që këtë këta që adhurojnë përveç Allahut azza wa jall realisht janë zota, edhe thjesht shkon në takidën që quhet al-hulul al-ittihad, që thjesht i bashkon krijesën dhe krijuesin, thosë nuk ka dallim mes krijesës dhe krijuesit dhe çdo kush që adhurohet realisht është adhuruar Zotin, edhe këta që adhurohet është Zot, e kjo është edhe më e keqe se e para. Apo ka njerëz që komentojnë këtë, domethënë nuk ka Zot për neve, nuk ka të adhuruar për neve përveç Allahut. Edhe pse edhe kjo është gabim, se nuk është fjala se domethënë jo veç për neve, por për krejt njerëzit nuk ka të adhuruar, nuk ka Zot përveç Allahut azza wa jall. Thjesht na e dim që për neve absolutisht s'bën me pas, se jena musliman, mirë po atjerë këtë duhet me qenë musliman se nuk ka të adhuruar që meriton mu adhuru përveç Allahut azza wa jall. Pra thjesht nuk duhet me përkufizu vetëm për neve. Me thonë po, për neve nuk ka të adhuruar vetëm se Allahu, ndërsa tjerë mundën me pas zota tjerë. Kjo dhe më thonë nuk është kuptimi i shahadetit, e për me komentu më smirë të është ajo që kanë thonë dietarët e Ehlusunnet tërse, dhe më thonë këto është fjala që nuk ka të adhuruar me të drejtë, se ka të adhuruar tjetër përveç Allahut azza wa jall. Mirë po ai cili meriton mu adhuru është vetëm Allahu azza wa jall, edhe ky është kuptimi i drejtë i shahadetit. Pra thjesht që me kuptue se nuk është fjala vetëm për Zot, për të adhuruar, edhe me kuptuar se thjesht është fjala që nuk meriton të adhurohet, apo nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jall. E nëse ke kuptuar kështu, atëherë ke kuptuar drejt domethënë fjalën la ilaha illa Allah. Edhe pse tash mësonë dietarët thonë se kjo fjala la ilaha illa Allah i ka dy komponente. Komponenten e parë është thonë mohim, e komponenti i dytë është mohim, edhe pa u bashku dyjat nuk është tauhid dhe nuk është njësim. Se njeriu ka mundësi me mohu, me thonë s'ka të adhuruar, s'ka Zot, s'ka të adhuruar, dhe sene me këtë më është me mohu edhe Zotat e kot, po edhe Zotin e vërtet, se faktikisht vetë mohimi nuk paraqet kurfar ekzistimi, se mohimi ka mundësi me konë inexistent. Po edhe pohimi me thonë përveç Zotit faktikisht Zotin edhe me thonë Zotin e Zotit, thjesht ti mundesh me adhuru Zotin, po realisht kjo nuk pengon që edhe me adhuru dhe dikon tjetër. Pra thëtë, më thojnë dietarët, për me pas qartë edhe me kuptu drejt shahadetin, duhet me kuptu me këtu dy çështje që ka ardhur, mohim edhe pohim. Mohojmë se meriton dikush tjetër adhurimin, edhe pohojmë dhe më thonë se ajo i takon vetëm Allahu azza wa jall, e me këtë kuptim e gjenë pothuajse në gjitha ajetet kuranore apo hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu al azizul hakim. Allahu dhe më thonë ka dëshmuar se nuk meriton të adhurohet askush përveç tij, po ashtu kanë dëshmuar melaqet dhe njerëzit e dijes, dhe ata bojnë këtë dëshmi me të drejtë, la ilaha illa hu al azizul hakim, nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut i cili është i plot fuqishëm edhe i urtë. Apo ka në ajetin kuranor tjetër ku thonë wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ka thonë Ibrahimi, dhe më thonë po babës e tij dhe popullit e tij, unë jam distancohem prej çdo gjë që ju adhuroni. Kjo është mohim, illa alladhi fatarani, është pohim përveç atij i cili më ka krijuar mua. Apo qul ya ayyuhal kafir qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Thuaj jo ajet që ju ka zbritur libra krishterë jahudi, jeni në një fjalë e përbashkët e cilën na bashkon, që mos të adhurojmë mas kënd tjetër përveç Allahut, edhe mos i bëjmë shok atina wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, edhe mos e marrim njëri tjetrin zot përveç Allahut azza wa jall.
Mirë po me këtë kuptim ka ardhur në shahadet, në mënyrë që atëse ka hadithin e Islami ndërtuar në 5 shtylla. Mënyrë e para ka thonë la tashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, me dëshmu se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut azza wa jall. E ka ardhur në një transmetim muslimit an yuwahhad Allah wa yukfar bima dunahu. Thjesht domthon kur ka shahadetin, kur ka thonë si kusht i parë të Islamit, ka thonë është mu njësu Allahu azza wa jall, edhe mu bë kufër dhe mu mohu çdo gjë tjetër përveç Allahut azza wa jall. Mirë po, tash përveç këtij kuptimit që jem duke shpjeguar tash teorikisht deri tash, domethënë me pas një çështje drejt të kuptimit të fjalës la ilaha illallah, duhet me pas në konsiderat se realisht kjo shahadet nuk është vetëm një fjalë që e themi e nuk ja dim kuptimin, edhe nuk ka kurfar domethënë përgjegjësie pas saj. Mirë po është fjalë i cili ka edhe kushtet dhe kriteret e veta. E kjo më së miri na kujton atë rastin ka qenë një poet në kohën e Mewive, e ka pas emrin Firezdaq, thonë ka qenë poet i shkath, por nuk ka qenë shumë i devotshëm, e shpesh në poezitë e tina ka marrë për gojë edhe gjinin tjetër, domethënë dhe gratë. Edhe i vdes gruaja e këtina e prezanton varrim të gruasë së tina Hasan al-Basriu, një dietar bashkëkohor i tina, i cili është njohur për dituri dhe për devotshmëri. Edhe thjesht kur e afrohen dhe bashkohen njëri të takohen njëri me tjetrin në varrim të gruasë së tina, pi thot ky Firezdaq Hasan al-Basriut, kanë me thonë njerëzit jenë bashku në një vend, njëri më i keq edhe njëri më i mirë. Kishte për fjalën njëri më i keq për veten se dinte hallën e tina, e njëri më i mirë kishte fjalën për Hasan al-Basriun. Edhe pi thot Hasan al-Basriu lej këtë fjalë se as nuk jam unë më i mirë, as nuk jeti më i keq. Mirë po në farforma e peshet që dhe djeke pas grusët e dërzohe me dhurë tua në varë, çka ke përgatitur kur ty kanë me dërzu dikush tjetër. A i thot se s'kam përgatitur shumë, vetëm se kam përgatitur shahadetin që 70 vjetë e thëmë. Domthon që thojmë na prej vogëlije, prej që më bo me ditë, domthon shahadetin e thëmë. Po që thot shahadeti e ka dhe ato kushtet e veta, nuk është veç fjalë goje, mirë po faktikisht shahadeti duhet me thonë atë me bindje, edhe duke kryer obligimet që pasojnë dhe nxjerrën prej shahadetit. E për njëra për çështjeve që e ka cek që duhet milion mëkatet, e rastin konkret me i akuzuar domethënë gratë e ndershme, qysh e ka pas ky zanat domethënë më herët. Apo rastin tjetër e kem të Wahb bin Munabbih, domethënë kur i kanë thonë se domethënë shahadeti është çelësi i xhenetit, ka thonë po, shahadeti është çelësi i xhenetit, mirë po çdo çelësi ka ata dhëmt e vet, edhe shahadeti ka ato kushtet e veta, e dietarët i kanë cekur domethënë një 7 kushte, domethënë që duhet me i pas konsiderat. Nuk është patjetër njeriu që këto 7 kushte me i ditë përmensh, mirë po realisht gjatë procesit të mësimit dhe praktikimit të këtij shahadeti duhet me pas në konsiderat që çështu duhet me pas këtë bindje, edhe mos me të lut, edhe pse ndoshta edhe me të pyet, ndoshta nuk di me formulu dhe me radhit. Mirë po në vetveten tënde e din se çka po thot, edhe çka po thon me shahadet, edhe din se çka domethënë në çka aludon dhe çka të rjek pas vete domethënë shahadeti. E kushti i parë që kanë cekur dietarët thonë është çështja e diturisë, me pas dituri domethënë në atë se çka thot shahadeti, kuptimin që e ka shahadeti, e kundërta saj është ignoranca. Allah azza ka thonë fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, dije se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut, e bë istighfar për mëkatin tënd. Domethënë çështja e dijes vetëm me sqarum me ditë kuptimin e sajna, që njeriu me pas bindje të plot se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut azza wa jall, dhe kur e thu këtë fjalë realisht e ki për qëllim që realisht adhurimi takon Allahut azza wa jall, edhe çdo çështje që është adhurim nuk guxon njeriu me ja atribu askujt tjetër përveç Allahut azza wa jall. Ky është kuptimi dhe këtë kuptim duhet me pas në konsiderat, se nuk mjafton me thonë shahadetin dikush që se din çfarë po thot. Që tash me marr një shembull hipotetik, qofse një njeri që është
arab, edhe thot shahadetin, do më thonë, që e thojmë na edhe me shqiptim të qartë, mirë po me e pyet nuk e din se çka të thonë. A i bën dobi diçka ky shahadet që e ka thonë ky person? Kur duke së du mos ja ditë hiç ka tha këtë fjalë, edhe pse ndoshta i ka ngëdëgjuar njerëz domthonjë që ka shok të punës ose domthonjë shok të tregtisë sene që pe thonë shpesh këtë fjalë këtë shahadetën, ndoshta e ka mësuar se dikush ja ka thonë sene e thot mirë po se të di çka tu thon. Realisht nuk i bën dobi absolutisht kjo punë, po tjetër duhet me ditë se kur të thot shahadetën çka tu thon me shahadet, o të pranu me besu vetëm një Zot, i cili është i vetmi i cili meriton të adhurohet, edhe thjesht çdo kush që adhurohet përveç tij është e kot, edhe çdo sen që quhet adhurim duhet me dediku vetëm Allahut Azza wa Jall e jo dikujt tjetër. Kushti i dytë thonë dietarët pas shahadetit që me ditë se çka po thu, është me pas bindje në atë çka po thu, jo me pas bindje dhe më thonë të mangët e me dyshim. Me thonë, po bre, unë e shahadetin e thëmë me musliman jem, po nashta dhe Isa e këta krishterët e kanë mirë, ose edhe këta budistët e kanë mirë, ose runa Zot, tash kjo bindja se gjë që në sen është relative, faktikisht në farforme e thue shahadetin, e pranon që po musliman kam lind, musliman e besoj që Zoti është mirë, po nuk të më thonë veç na që e kemi të vërtetën. E vërteta është relative, nashta e kanë edhe ata mirë. Nashta edhe Isa është djali i Zotit. Nashta edhe Buda do më thonë është fe e pranuar te Zoti. Këtve ke po shpesh edhe dëgjojmë këtë fjalë, apo këtve Zoti na ka kriju, këtë jem krijesa tina në farforme e pranuar është e jonja e ty në kështu më radh faktikisht nuk e ka bindjen se ajo që ka zgjedhur është vetëm e drejta që të çon te Allahu Azza të shpëton, mirë po mendon që edhe diçka tjetër ka mundësie më pranuar te Allahu Azza e nuk e ka thon shahadetin që duhet, ai i cili nuk e thot me bindje të plot se ajo që e ka zgjedhur kur e ka thon shahadetin e ka zgjedhur vërtetën absolute se Allahu Azza është i vetmi i cili krijon edhe i vetmi që meriton të adhuruar, edhe çdo kush që adhurohet përveç tina është adhurim i kot. Për këtë edhe kem argumente edhe nga Kurani, domethënë innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, me të vërtet besimtarin ata që kanë besuar në Allahun dhe dërguarin e tij dhe pastaj nuk kanë dyshuar. Apo hadithin e Abu Hurajras kur i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shko dhe kënd të takosh pas këtij muri dhe që shqipton fjalën la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil janna. Shko, thot, pas ti muri kënd të takosh që e thot shahadetin, duke qenë bindur në atë zemra tina, në atë që ka thot, dhe më pregëzo, dhe me thonë me xhenet mirë, po thash kushti i dytë është me pas bindje të plot, edhe mos me pas kur farë dyshimi. Kushti i tretë është çështja e sinqeritetit, e ky kushti i sinqeritetit nuk është i sinqeritetit dhe runa Zot që me adhuru dikën tjetër përveç Allahut, se duhet është fjala vetëm me adhuru Allahun këtë rast. Sa ajo është në kuptimin e gjerë të shahadetit. Mirë, po këto është për qëllim një sinqeritet që kur ti është dëmshmon fjalën la ilaha illallah, nuk i kurfar pretendimesh që përmes atësaj fjale me arrit diçka nga kjo dunja, a pasuri, autoritet, e kështu me radhë qysh kanë bë, domethënë ata njerëz të cilët faktikisht domethënë ndonjëherë i kanë përdor këto lajka e këto fjalë e më prezantu si musliman, domethënë që më prezantu të musliman dashur edhe me shahadet, mirë po qëllimi i tyre kanë qenë për me arrit ose më martu me një grup muslimane, ose me bë biznes me muslimanët, ose në një përfitim material, faktikisht nuk ka qenë i sinqert në fjalën që e ka thonë pejgamberi ose më ka mësuar Allahu Azza e ka bë haram domethënë zjarrin xhenemin për atë që thot domethënë fjalën la ilaha illallah, mirë po me të e ka për qëllim domethënë Allahun Azza wa Jalla fytyrën e tina. Pra kusht me të shpëtu shahadetin nisën dhe gjykimit është me thonë fjalën la ilaha illallah e ki për qëllim Zotin, atë e synon, jo ndonjë interes në kësaj dunjaje. Kjo është për qëllimi domosdoshmë të sinqeritetit, nuk është ai sinqeriteti që e flasim vazhdimisht, domethënë që mos më adhuru dikush tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Çështja tjetër apo kusht tjetër është domethënë vërtetësia e kundërta asajna
është domethënë mos me përgënjeshtrua, e kem fjalën domethënë siç kanë vepruar domethënë munafiqët kur kanë ardhur dhe kanë prezantuar para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë thonë që jena musliman, mirë po gjuhët e tyre edhe zemrat tyre nuk kanë qenë domethënë një vije. Domethënë gjuhët e tyre kanë thonë shahadetin, ndërsa zemrat e tyre janë kanë të mbushura me kufër. Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Dhe kur vinë munafiqët, thojmë dëshmojnë se ti i dërguari i Allahut. Allahu e din që ti i dërguari i tina, mirë po Allahu dëshmon se munafiqat janë të gëny, se s'janë të thonë të vërtetën se gjuhët e tyre të thonë të kundërta ato që kanë zemrat në tyre. Pra thjesht për mu të pranu shahadeti, do të me konë dhe më thonë aja që e thumë me gjuhë, dhe më thonë në ujdi, ma që kinë zemër, e kinë zemër imonin, e kinë zemër shahadetin, edhe shahadetin e kënë zjerë nga goja, e jo me nëzjerë nga goja shahadetin, runa zët e me pas kofrin dhe më thonë në zemër tënde. Kushti i pest që e cekun djetarët, e cekun qështja e dashuris, fjalla për dashuri e kemi me dasht Allahun azza wa jall, me dasht adhurimin e tina, me urrejt çdo kënd që adhurohet apo çdo adhurim që i dedikohet dikujna tjetër përveç Allahut azza wa jall. Kjo është për qëllim, domethënë që thjesht me kon Allahu dhe adhurimi i tij më e dashura se çdo gjë tjetër, edhe me urrejt atë që adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Në këtë kuadër hen edhe me dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në këtë kuadër hen edhe me dasht muslimanët, thjesht qofse dënë Allahun e dënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të mi dashtë edhe ata që faktikisht e dojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Apo thjesht qofse dënë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të mi dashtë punë që i dënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se s'mundesh me kon musliman qofse thron në Zot e urren diçka që është për kësaj feje. Pra duhet me pas kujdes njeriu kur i fol dhe fjalë e thotë e them musliman, jam shahadetin, edhe faktikisht kur ja përmend në punë të fesë i njës me vahajgare me të, ose e urren atë, dëmon çështjen e hijabit, çështjen e domethënë e mjekrës, çështjen e misvakut, ndoshta edhe çështjen e mi shkurtu pantollat e sa nëse e din që realisht këto janë pe feje, se pejgamberi s'm ka pas mjekër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam domoni ka përstruar domethënë dhëm me misvak, se pejgamberi sallallahu alajhi ka urdhëruar gratë domethënë me hijab, edhe ti faktikisht e urren këtë punë. S'ka ma islam, runa zët thët jem musliman, dhe thët dhe më thonë në fala, e kënina thët për mu më pengon zoni, unë e urreju e zonin kër për e dëgjej dhe mon sekretu më rogë kër e dëgjej e zonin, që kjo muslimana? Së është kjo musliman, se faktikisht ka onë në ndesh me qëtë parimin që jem duke e folë, se së të edasht Allahun e zëgjel, e se do të edasht pejgamberin, se me edasht Allahun dhe pejgamberin, është edhe me edasht muslimanët edhe me edasht atë që ka urdhë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kushti i gjashtë dhe i parafundit është që njeriu me pranu teorikisht çdo gjë që vjen prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kem fjalën ajo që ka ardhur prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë dy çështje. Ose kanë ardhur lajme, ose kanë ardhur urdhra. Lajmet që kanë ardhur nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhet me i besu dhe mos me dyshu, po me pranu se janë të vërtetë. Ajo është e vërtetë absolute. Jo runa zot me thon dikush valla po në rregull musliman, po në mund çto lajmet, çto argumentet që pe përmendje për ditën e gjykimit, xhenetin e xhenamin e siratin e çto dhe mund haudin e sana, në çto kam dyshim apo në sana. Si musliman që se ke pranuar çdo lajm që ka nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo sa e përket punës lajmeve, po në aspektin e veprimeve, thjesht në parim duhet me pranu se çka është farz për umetin është farz edhe për ty. Çka është haram për umetin është haram edhe për ty. Së mundesh me thonë po, domthonë haram është alkooli, haram është për juve, jo për mua. Së mundesh me thonë që valla unë domthonë namaz është farz, ama jo për mua, po për juve, se unë faktikisht unë jam më i devotshëm se ju, s'kam namaz, ju keni nevojë për namaz, më bëbura më të mirë, më bëj më devotshëm, nga se unë jam i mirë apo në sana. Faktikisht kur e fjalë themi me pranu, e kemi fjalën këto me pranu. Teorikisht me pranu lajmet, mos mi përgënjeshtru,
mos me pas rezerva ndaj tyre, mirë po edhe me pranu dhe më thonë urdhat në parim se janë obligim apo janë ndalesa nga Allahu Azza wa Jalla dhe për kësajna nuk përjashtohesh as te ason as kush prej muslimanëve, përderisa nuk ka ardhur diçka veçantë për dikon të caktuar. Edhe kushti i fundit është që realisht njeriu do të thonë me ju për ul dhe me e praktiku atë çka aludon fjala la ilaha illallah. Në cekum se urdhat që vijnë nga Allahu Azza wa Jalla në parim duhet me i besu se janë farz për ty dhe për këtë umetin, apo janë ndaluar edhe haram për ty e këtë umetin, edhe këtë nuk guxon njeriu me e kontestu. Mirë po nuk mjaftohet me kaq me kon musliman. Patjetër, përveç onës teorike, duhet mja bashkangjit e onën praktike, nga se realisht feja jonë nuk është fe teorike, feja jonë është fe praktike. Do më thonë atë që thjesht e vën zemrën tënde, aja reflekton në gjymtyr tua. Pra atë ka arë në hadith vërtet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në trupin e njeriut është një copë mishën, nëse ajo është në rregull i tërë trupi është në rregull. Ajo është zemra, nëse ti e ke zemrën me iman, nuk mund me shfaq diçka tjetër. Ose runa Zot ka kofër me shfaq diçka tjetër. Thjesht çështja e zemrës është shumë e lidhur në ngushtë me gjymtyrët. Nuk mund me kon njeriu musliman me thonë që faktikisht valla unë e pranoj, po është farz namazi, farz agjerimi, farz zekati, farz ajo, farz kjo, haram është alkooli, haram është zinaja, haram është bigjoze këtë, ama realisht unë haramat e punoj edhe asnjë farz nuk e kryj, edhe kështu mendoj që e musliman. Nuk është, s'ka islam kështu. S'ka musliman rënon për shemb 50 vjet edhe kur të bën sejdë, kur sa xheron, kur sa zekat, kur shkon në haxh, s'den me kat fare bë, ky till nuk është musliman. Wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al wuthqa. Dhe ai cili ka për ul fytyrën e tij ndaj Allahut azza wa jall, e ju ka nështruar Allahut azza wa jall, wa huwa muhsin, ka vepruar vepra të mira, i tilli është ka bil urwati al wuthqa, për një nyje të fortë për shahadetit. Çaj e ka marrë vesh tamam shahadetin, çaj e ka realizuar shahadetin, jo veç ai që e ka pranuar, domethënë se unë më besua. Mirë pa besimit ja ka bashkangjitur veprën. I tilli domethënë e ka kuptuar shahadetin, edhe i tilli është musliman se run në Zot me menduar se veç mjafton me besua, edhe unë kam zemrën e mirë, e që realisht thash nuk kam mundësi me pas zemrën e mirë, vetëm se vepra duhet me pas mira, mirë po kjo është domethënë ai dyshimi djallëzor që shpesh e dëgjojmë, thjesht nëse njeriu pretendon të thotë atë le të din se nuk është musliman. Nuk po them është nëse njeriu e lën një farz i pabesimtar, ose bën një gjuna i pabesimtar. Mirë po kur ti e pranon fjalën la ilaha illallah, realisht duhet me vërtetu me vepra konkrete që je musliman dhe je domethënë pjesëtar i kësaj fjale, nëse kur gjë hiç nuk lidh ty me këtë fe edhe me këtë shahadet, pe veprave edhe thjesht i bën këtë haramet, asnjë farz nuk e përfill, realisht je të gënjy veten nga se i tilli domethënë nuk është musliman. Thjesht këto ishin disa fjalë të ligjëratës së sotshme sa i përket asaj se çfarë kuptimi ka fjala la ilaha illallah, e që thash është domethënë dëshmi e cila bëhet me dije, e cila realisht është për qëllim mu pranu se Zoti është i vetmi i cili meriton të adhurohet, dhe askush tjetër jo, edhe çdo kush që adhurohet përveç tij është adhurim i kot, e kjo në veten e saj ka mohim edhe pohim, mohohet se çdo adhurim tjetër është i kot dhe pohohet se adhurimi takon vetëm Allahut azza xal, duke i pasur në konsiderat këto kushtet që i kanë cekur dietarët, duke filluar prej ditorisë, domethënë duke vazhduar me atë se mos me pas dyshim, me koni sinqert, me e pranu, me nështru, me dasht, kështu më radh, Allahu azza xal na bëf për atyre që kuptojmë drejt fjalën e Allahut azza xal, edhe kuptojmë fjalën la ilaha illallah drejt. Nuk jem për atyre që realisht jem sipërfaqësor, që thëmë na as me mojet gishta s'kem qef sa në prek, se çështja është shumë e ndjeshme, sidomos te çështja e shahadetit, njeriu duhet me pas konsiderat edhe me kuptu drejt, mirë po edhe me kuptu se kjo fjalë ka domethënë kushte për me dhënë efektin edhe vet edhe në këtë dynjë, mirë po edhe me të shpëtuar nesër në ahiret. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.